do mërzitet në një kushërim, do të fusit lasho robat e ti, se kushërin të mi nuk kanë qef me shkel në hak të zotit. Do jeni në burg me në një kushëririn tim, me në një dajen tim, ata dajet e mi do marrin vesh i e ti që ke gjuhet nipin e tyre. Do thonë, hajde se i vrar nga jeta pas ka qenë ky barbon se s'ka qatë bëj, do spiononi kush i futi. Tani ata janë besimtar, nuk do i preki me dorë, do i thonë, lami qik robat, fshiman qik banjon. A e kupton? A e kupton që a nivelli, qysh do i këtë shamë, do një do bini burg juve, do i ken gangot, o vla, me e gërsirë se Shqipëri, digjo, ka e gërsirë të shpis, po mos me doni ju se këta, lumrin, qilmin që rrini afër juve, e mund të ketë tjetëri një buke, 2 buk, 7 buk, a i e fuat, o vla, ka nivele mbi nivele, blad, ju me na pist. Unë jam kot për zotin, ti e kot. Nejse, good luck in it. Pa qit fat, 25 vjetë burg, inshallah. Një gjë po ju jap, më fal. Edhe me që keni provuar të më vrisni, një gjë po ju jap. Beni vikër, inshallah, kur t'jeni në vomat e burgut atje juve që atentuat më vrisnit, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti ta lehtëson gjendjen që je. Nga ana ime, unë s'kam kallëzuar e nuk e di kush provoj të më vriste. Po juve ishit pa maska, edhe jeni të kapla, se jeni amutura. Edhe më bëni vikër, inshallah Zoti ja lehtëson. Në vend se të krevin kokën banjo sa njëz kushërin e njëz të tanë, mas e të fota i vetëm fshiman qik banjo me fuqën. Good luck, bad man. Jemi në 2026, do të flasëm realitetin. A di sa le kushton të jesh në arratisje në 2026? Me për Allahun vllai, di qa leku të duhet jesh ti në arratisje në 2026? Plus, ju jeni tipa që s'rrini do të pa telefonër. Për zotin, ju s'rrini do të pa iPhone. Mad, bro. Ju s'rrini do të pa dalë. Jeni më kese ato gocat që bëjnë foto, pufni buzë të pautinën, doing a little trapting. Fa me audience, bro. 2026, e di sa vështira është të rish fshera si. Unë po e shikoj vetë. Me rëp për zotin po e shikoj vetë, bro. Po e shikoj vetë për zotin. Mua po m'djekin problemet. Po vlla, harxoj nga 2.000-3.000 euro dita, vlla. Na, mora vomë të re, mora një vomë. Vlla, më vajti voma 5.000 euro se ishte sekontin e fundit. Qa, mendon ti, edhe unë si jam në arratisje, mua vetëm po m'djekin probleme se janë xhelose, kam audiencë. Pas kam akoma çakmakun. Erëve të provohet më vrisnit. Në natën e ditëlindjes erëve të provohet më vrisnit. Për çfarë? Budallinjërët donin të bënin video duke më vrarë. For what? Flex. 25 vjetë burg, me rëmë shpije, di ku më kujtojët në njerë burgu, vlo, ka që ishte voma, vome burgut kaq, pas suetë vot na. Vome burgut, juve e di që ndisni, juve që provot më vrisni. Vome burgut kaq ishte. Po nuk ishte këshu e lyrë këshu ose tavani kaq. Tavani ishte deri këtu, kishe një dritë, mu këtu ishte tavani, ke një dritë kauçuke, do kesh në një bark madh aty në vomë, se s'do keni vomë teke, se të kesh vomë teke, dhe din duhet bësh gjujt, duhet kesh feru një 4 veta që të mash vomë teke. Do jesh me në një bark madh aty, e i do rri vetëm do kruje tër ditë e tër natë, do jeni njëta në vomë 2-3 veta. 25 vjetë burg, do përqafosh jo stekun ti, do qash mami, po bëfa, po drivet bëfa nga mrapa,
A I bark mavu mba se të shikon ty e bila, yo, hey Cinderella, how you doing? Në kam tipin, e kam karakterin që të bëj shakajnë. Bro, sot sa po mendoja burgun, vlo. Mad, fam. E di si është jetë e burgut njës? është sikur jena arkivol. Nuk po flas me juve të më vend që jeni brenda e po më ndiqni. Se duhet bjen pak në kuptim me njëri tjetrin edhe, se shumë njerëz më jeni kthyer kundër jeni. Po puna ime është, unë flas me rinin, vlo, e duke fol me rinin, mësoj veten që mos bëjt njëta gabime, se jam tip që ndonjëherë kur më teket të vlla, e kupton, I ki fshije mbrapa kuzhinës edhe trembe njerëzit, vlla, kthen fantazëm nga horroret që kam kaluar në jetë, bëhem fantazëm, vlla. So, kapot, nuk po flas me ju kapot, po flas me veten, e me pak fjalë me njerëzit që më ndjekin që anyways, man, you know, no way, man, vlla, shumë mua bete burgur. O, lele, o, më të shpi. Man. Dale erë se po qaj lotër. Dale ti shqip pilon të tërë. Gati më vram piv ropshëm. Oh, man. Oh, të shpi. Oj, 25 vjetë.